Kemë bërritur në hapësirën e intervistës, me mua në studio është profesor Selami Xhepa. Profesor, faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit për ftesën. Analizuam pak ato dallimet e programeve politike, por besoj ju keni lexuar, si ekonomist nuk mundi lini jashtë vëmendjes, keni vërejtur më shumë një filozofi votash apo filozofi zhvillimit e programeve e partive? Shiko, jetojmë në epokën e populizmave në gjithë botën, kështu që është mos e normale që fushata elektorale të kenë një dozë deri dikush më theksuar, dikush më pak theksuar, po pa diskutim që një dozë populiste ekziston. Mendoj që dhe konteksti i zhvillimit politike në Shqipëri e mbështet, sepse fatkeqësisht në Shqipëri nuk e kemi praktikën e konsoliduar demokratike që në zgjedhje vjet me llogaridhënie. Sikur partitë kishin llogaridhënie, ndoshta mund të ishin pak me frenadore, pra nuk do të ishin kaq si thua pa limite në premtimet e tyre elektorale. Por ajo që më spikat për mendimin tim është që për herë të parë në Shqipëri kemi një shopping të madh, pra njerëzit mund të bëjnë realisht diferenca, sepse gjithë partitë politike, të gjithë to që ju keni vendosur edhe në ekran, kanë programe politike mjaft serioze, dhe do të thoja dhe tek partitë, sidomos që nuk kanë pretendime për qenë parti qeverisë, kanë programe jashtëzakonisht detajuara. E para dhe e dyta ajo që më spikat është që secila nga këto forca të reja politike ka një program me identitet shumë qartë politik. Për shembull, programi i Arlind Qorrit është qartazi edhe i lëvizjes që ai përfaqëson, është qartazi është një program shumë i detajuar në 170 faqe, domethënë që është një libër i vërtet, por edhe është qartas me një filozofi të asaj ideologjie që ai përfaqëson, ashtu sikur është i Agron Shehajt i Mundësisë që është një qartazi një program mjaft i djathtë. Është vetëm i djathtë. Dhe ndërkohë i vetmi po ta shohim është i vetmi i djathtë, madje është paksa do thoya edhe çik trampist në qasjen e vet. Ndërkohë që partia Lapajt, do thënë edhe Shqipëria bëhet, edhe ai ka një qasje duket më centrike dhe një program të tre këto forca politike që janë të reja, do thoja, dhe janë, besoj edhe uroj shumë që të kemi një konfigurim të ri të spektrit politik në Shqipëri, por duket që kanë një qasje mjaft serioze në qasje serioze e para dhe ajo do thoja që gjithashtu më shumë është që janë edhe llogarisin, pra bëjnë një kostim të çdo veprimi që ata propozojnë. Ndryshe nga dy forcat e mëdha politike që janë shumë populiste, sepse është normale ata pretendojnë për të marrë pushtetin, ndërsa këto forcat e tjera kanë edhe një kostim pra tingëllojnë shumë më realiste programet e tyre. Në fushatën më parashme, profesor, ju besoj keni ndjekur, i qenë pjesët aktive vetë, ka pasur çdo subjekt politik, po themi, programe, apo kemi pasur vetëm partitë e mëdha? Kemi një lloj risie, po themi, ju e përmendët pak më parë. Po, për mendimin tim kjo është një risi në fakt, sepse partitë e vogla në përgjithësi kanë qenë parti pa programe, partitë e vogla kanë qenë vetëm thjesht, po le themi fushat mbi terma mjaft të përgjithshme. Do thoja ka patur raste që partitë politike edhe të mëdha kanë hyrë pa program elektoral, për të qenë sinqert, sepse dihen tashmë në këto vite kanë dalë episode dhe raste ku partitë të rëndësishme që kanë marrë qeverisjen e vendit nuk është se kanë patur në program mirëfill, por duket po ka patur parime të përgjithshme, pastaj nganjëherë kanë arritur tek programe doktrinore, më mirë themi qasje doktrinore, po jo tek programe të mirëfillta. Ndërsa është hera e parë, mendoj që të gjithë forcat politike, dhe po tysh edhe tek faqet e tyre të internetit, të gjithë forcat politike kanë një program, përfshirë edhe dy forcat e mëdha politike, një program mjaft të detajuar edhe do thoja shumë interesant në këndvështrimin e zgjidhjeve në raport me nevoja që ka ekonomia dhe shoqëria. I kanë identifikuar subjektet politike, kanë kuptuar mirë se cilat janë motorët e ekonomisë shqiptare, motorët e sotëm, por edhe mbas edhe të nesërmes. Shiko, në përputhje me pozicionin e tyre ideologjik, secila forcë politike ka pa diskutim edhe approachin, qasjen që ato synojnë që ta adresojnë. Në qoftë se do të ndalesha tek Partia Demokratike, që është edhe partia pretendente, sepse ndoshta më mirë në analizë është për të marrë në referencë këto dy forca të cilat pretendojnë që të jenë qeverisë të marrin pushtetin në mandatin e zgjedhjeve të majit. Partia Demokratike, më thonë, në shumë komente që dëgjoj thuhet që është një parti me një program paksa të majt. Mendoj që programet e një partie politike duhet të adresojnë në mënyrë pragmatike shqetësimet serioze kritike që ka ajo shoqëri. Mos harrojmë që le themi shteti social është një krijesë e forcave të djatha politike, e konservatorëve, e perandorive, është e Bismarckut, është e atyre forcave që në Britaninë e Madhe, gjithashtu e konservatorëve.
por reflektonte mbi nevojat sociale emergjente që kishte shoqëria, pra reflektojnë kontekstin e zhvillimeve sociale. Kështu që edhe në kontekstin që thot Partia Demokratike, që thot skema e mbështetjes sociale ose agenda paketa sociale, që konsiderohet si një paket prioritare, mendoj që reflekton në kushtet, në gjykimin tim, ne kemi diskutuar shumë herë edhe në studiot tuaja, kushtet sociale mjaft të përkeqësuara do thoja të një pjesë të madhe të shoqërisë shqiptare. Pra fakti që një pjesë e madhe e shoqërisë ka një standard jetese dukshëm problematik, edhe po të krahasojmë edhe me vendet e tjera, kështu që bën sens në gjykimin tim shikimi me prioritet tek agjenda sociale. Por kjo agenda sociale nuk mund të dalë, si thua, thelbi i programit edhe thelbi sepse zgjidhja e vërtet e këtyre problemeve realizohet përmes zhvillimit ekonomik. Kështu që prioritare është zhvillimi ekonomik dhe përmes zhvillimit ekonomik ne ta adresojmë çështjet sociale. Nuk mundet nis një proces transformimi i madh social në qoftë se ne nuk shëndoshim ekonominë në radh parë. Dhe unë mendoj që këtu në fakt duhet të dalë edhe prioriteti. Kështu nga kjo pikpamje ndoshta shpeshherë kur thuaj që po doja ka një program relativisht të majt, do ta konsideroja ose do ta justifikoja deri diku me faktin që në agjendë në plan të parë në fakt duhet dalë rritja ekonomike dhe agjenda sociale si një derivat që mbështetet përmes një ndarje më të mirë të ardhurës kombëtare që sigurohet nga rritja. Ndërsa Partia Socialiste pa diskutim që është në vazhdim të qeverisës vetë. Është pa konservatore përse në program duke që s'është edhe vetë pushtet e ka dhënat edhe duke sikur... Partia Socialiste është më konservatore. Shiko, kur je një forcë qeverisë, është normale që nuk mund të jesh, nuk mund të bish, jo, dhe nuk mund të bish në populizëm shumë, sepse njeh më mirë situatën, njeh më mirë gjendjen e financave publike, njeh më mirë kapacitetet e qeverisë të vendit, kupton më mirë detyrimet ndërkombëtare, për shembull, ne tani jemi në një proces të integrimit evropian dhe fatkeqësisht forca që nuk janë në qeverisje nuk i kuptojnë kufizimet që dikton procesi i integrimit evropian. Për shembull, revolucioni fiskal, i cili është pothuajse në çdo program, është deri diku të gjithë i kanë duart e lidhura, për një arsye të thjeshtë, sepse Shqipëria ka detyrim në kuadrin e marrëveshjes që ne kemi me Bashkimin Evropian, që ne duhet të rrisim të ardhurat e buxhetit me 2.5%, pra ne duhet shkojmë deri në vitin, ndërkohë që çdo lloj reforme që paraqitet ne shkojmë poshtë. Madje doktori dhe vetë ka thënë që unë pretendoj të kem buxhet 8 miliard, pra pretendoj të kem gjysmën e buxhetit, por kjo bie ndesh pra me disa detyrime që kemi në kuadrin e procesit antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë kuptim, këto janë ato frenat që e mbajnë Partinë Socialiste të mos jetë shumë populiste, për më tepër që në këndvështrimin e taksave, Partia Socialiste është brenda filozofisë saj. Taksim progresiv. Taksimi progresiv dhe madje në strategjinë afatmesme që është e miratuar tashmë, pritet thellohet progresiviteti. Ka disa përjashtime të cilat duhet hiqen, sepse kjo është pjesë edhe e detyrimit që kemi marrë përsëri nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Pra, në dokumentin që ne kemi nënshkruar me Bashkimin Evropian, qeveria e Shqipërisë është e detyruar që gradualisht do të eliminojë gjithë përjashtimet tatimore, fiskale. Dhe për më tepër, pra siç thash, duhet të rrisë të ardhurat në mënyrë që të plotësojmë ata agjendën sociale. Por profesor ka treguar që kur merr kostumin e kryeministrit, disa gjëra jo të gjitha do bën, jo vetëm Shqipëri, po them në unë e thash pa diskutim. Do bën prioritetet kryesore. Shko, edhe unë mendoj që problemi themelor i Shqipërisë në thelbin e vet, unë mendoj që është çështja e qeverisje, pra dhe ekonomia më shumë vuan nga aspektet e qeverisë ose më mirë themi të keq qeverisjes. Kështu që ajo që mund ta ndihmojë dhe të jap një dorë të mirë ekonomisë nuk janë aq shumë revolucionet e pritshme fiskale, tatimore, sepse këto lloj eksperimentesh nuk është se nuk janë bërë më përpara dhe nuk është se kanë prodhuar në mrekulli të madhe, kështu që për të qenë sinqert, dhe ne të gjithë dimë që ndryshimet në sistemin ekonomik dhe shoqëror janë ndryshime inkrementale, pra që vinë hap pas hapi, tull mbas tulle, nuk mund të bësh dot një ndryshim paradigmal, një zhvendosje tektonike të sistemit edhe të realizosh parajsën. Kjo është jashtë çdo... Është vërtetur që sikur mungojnë ato megaprojekte që keni konstatuar, duket sikur janë në ato në përmirësimin e rregullimeve taksash, po themi, por nuk duket sikur të ketë në gjithë programet, jo tek një subjekt, sikur mungojnë ato projektet e mëdha. Shiko, në projektet e mëdha, me sa kam parë,
kryesisht të programi i qeverisë aktuale, në fakt që lidhen kryesisht me korridoret, që është korridori përfundimi, korridori transportit, edhe përgjithsisht tani infrastrukturë, portët, gjithë infrastruktura portuale, pra janë portet, është hekurudhat, të cilat duke që do të kenë një prioritet dhe mendoj që është mirë që të kemi po një fokusim tani tek hekurudhat. Pra deri tani nuk është se kemi në një gjë të veçantë specifike. Kështu që nga pikpamja e asaj që Partia Demokratike ka premtuar, sigurisht që Partia Demokratike nuk mund të jetë, do thoja, e saktë në kuptimin e programe, sepse një forcë politike ndërton programe të mirëfillta dhe strategjitë e veta pasi ai vjen në pushtet. Kështu që në këtë kuptim Partia Demokratike dhe forcat opozitare në përgjithësi nuk është se janë të fokusuara fort tek unë mendoj që problemi kryesor që thashë një herë lidhet tek transparenca, tek lufta ndaj korrupsionit, lidhet tek shteti ligjor dhe unë mendoj që këto janë elementet thelbësor. Në këto 30 vite ne kemi patur gjithmonë nga njëra anë shtetin, nga njëra anë tregun. Dhe forcat politike, dikush thot unë do të forcoj shtetin, dikush thot unë do të lë tregun. Në fakt, edhe tregu, edhe shteti kanë patur dështime serioze. Kështu që, dhe për më tepër, ne na mungon ajo shtylla e tretë, kur edhe tregu dështon, edhe shteti dështon, duhet jetë shoqëria stabilizator dhe amortizues i atyre problemeve që krijohen. Kështu që nga kjo pikpamje, pra ne kemi nevojë për reforma ku edhe shteti duhet fuqizohet pa diskutim, edhe tregu pa diskutim që duhet shlirohet nga monopoli, duhet garantoj konkurrencën e lirë etj etj, duhet liberalizohet atje kushte ku janë segmentet e ekonomisë bllokuara, por duhet fuqizojnë fort edhe kapitalin social dhe në mënyrë që, si thua, të tre këto shtylla pastaj të jenë garantuese të stabilitetit. Për të realizuar këto, profesor, mendoni që po themi avancimin në procesin integrues do ketë një presion shtuar për qeverinë e nesërme për t'i bërë pikërisht këto që ju thatë? Do kemi një presion shtuar mendoni? Shko, integrimi evropian është një agjendë, një lloj siç kemi punuar dikur me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Analogjia është krejtësisht e një lloj madje do të thoja në rastin e integrimit evropian është edhe më e fortë se sa me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Me Fondin Monetar Ndërkombëtar ne kemi konsultimet e famshme të artikullit 4 që vjen vit për vit dhe të njëjtën gjë do bëjmë tani sa herë qeveria do të realizoj programin buxhetor të vitit të ardhshëm bashkë me programin afatmesëm, në radhë parë duhet ta çosh në Komisionin Evropian, duhet marrësh një çekim nga Komisioni Evropian që parashikimet dhe masat fiskale të propozuara janë në linjë me ato se çfarë kërkon Bashkimi Evropian dhe pastaj ti aprovosh edhe ti në parlamentin tonë. Pra, detyrimet janë jashtëzakonisht forta, janë shumë serioze dhe unë mendoj që këto janë gjëra të mira në fakt, sepse eliminojnë diskrecionin, eliminojnë populizmat në politikë dhe japin politikës një vizion më afatgjatë. Eksakt. Pra, japin një projekcion më afatgjatë për shina se ku duhet ndërtohet ekonomia dhe shoqëria e vendit. Për më tepër pastaj që për te ekonomisë, pra dhe në dimensionet e tjera që janë shumë të rëndësishme, agenda e klastrit 1, pra që lidhen me fundamentet e shtetit ligjor, të korrupsionit e tjera, bashkë me çështjet e konkurrencës, bashkë me çështjet e tregut të brendshëm unik, pra të gjithë kjo kapitujt e Bashkimit Evropian në thelb do të përcaktojnë shina të reja drejt së cilës duhet lëviz shoqëria jonë. Me këtë përgjigje, profesor, më dhatë mundësinë për të futur tek disa prej premtimeve, po themi më konkretisht, pasaporta europiane ishte një nga, po themi premtimi më kryesor që po jep Partia Socialiste që është në pushtet. Në fakt, duke si premtim i madhe politik, por mbi gjitha ka dhe një anë ekonomike, dhe kryeministri e ka shprehur që kemi një ndryshim të raportit mes granteve dhe kredive, ku përmbysje të ardhura konsiderueshme. Në fakt, është një përfitim, po themi, jo vetëm politik, edhe ekonomik. Shiko, integrimi europian është e para njërë duhet thënë që është një agjendë e të gjitha forcave politike, pavarësisht që Partia Socialiste pa diskutime ka konsideruar si kalin e betejës dhe ndoshta elementin, edhe mbi këtë kanë mbështetur gjithë fushatën elektorale, por në fakt integrimi europian ka qenë agjendë e gjithë forcave politike, duhet thënë që edhe ajo që sot është opozita kryesore, Partia Demokratike, ka arritje të jashtëzakonshme në procesin e integrimit europian, në antarësimet, NATO e gjithë e tjera. Pra, nuk është një agjendë ku mund të ketë ekskluzivitet një force të caktuar politike. Kështu që për te kësaj këtij fakti, duhet thënë që integrimi europian në kuptimin pragmatik mendoj që ka përfitime dhe kosto pa diskutim, por më mirë më pëlqen ta shikojmë nga ana e përfitimeve që mund të realizojë shoqëria, janë në kuptimin e mirëfillt dhe drejt për drejt për
shtetin në tërësi, pra për shoqërinë në tërësi, sepse pa diskutim Shqipëria kualifikohet për më shumë programe financiare. Ne edhe aktualisht kemi gati 1 miliard euro në kuadrin e planit të ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor, që i shtohet fondeve IPA të instrumentet para aderimit, që ne kemi marrë vit për vit, sipas programeve 3 vjeçare. Kështu që këto janë 1 miliard euro më shumë që do të vinë përtej atyre që janë në IPA, dhe që janë një pjesë e tyre vinë transferte drejt për drejt në mbështetje buxhetore, pra futet si grant në buxhetin e shtetit dhe planifikohet si pjesë e fondeve totale që kemi edhe ne në qeveri, dhe një pjesë tjetër e tyre do t'jenë edhe kredit buta dhe që do kanalizohen përmet instrumenta financiare që janë krijuar tashmë fonde që shërben gjithë rajonet Ballkanit. Përtej kësaj, mendoj që përfitimet tjera do t'jenë në momentin e antarësimit, pa diskutim që Shqipëria ka një avantazh të jashtëzakonshëm si shoqëri tani, edhe si individ, edhe si familje, sepse e para njëherë ne dim tani që Europa është qytetari europian, pra nuk është vetëm thjesht lirje fjalë e lëvizjes, por bëhet fjalë për një qytetari europiane. Pra, de facto i bie që një qytetar shqiptar do të gëzojë të gjitha të drejtat si të gjithë qytetarët e tjerë europian. Fëmijët tanë që studiojnë jashtë do të kenë, nuk do të paguajnë më bileta kur shkojnë për të parë muzeumet, sepse studentët europian nuk paguajnë, studentët jo europian paguajnë, kur marrin trenin, pra gjitha ato benefitet që ka të paguajnë taksa më të larta dhe tarifat e shkollimit më të larta, pra ka një mori benefitesh, përfitimesh edhe në kuptimin e drejt për drejt si qytetar, ka integrim në tregjet financiare më të mëdha, ka benefitet e shtimit të volumit të investime për shkak të qenit një vend më i sigurt. Pra të gjitha ato që i thot teoria ekonomike janë provuar në fakt edhe në eksperiencën e vendeve tjera që janë integruar, qoftë vendet e Balltikut, por edhe vendet e rajonit. Kështu që përfitimet janë të jashtëzakonshme, mendoj. Ju përmendët, profesor, që ka, po themi, nëse kur të vi procesi integrim, shpresojmë të vi sa më shpejt, një injektim të një sasie të madhe fondesh në ekonominë shqiptare, por kryesisht për projekte kanë përshtypje që janë projekte publike. Nga krahu tjetër, subjektet politike pothuajse të gjitha premtojnë një lloj injektimi të parave përmes disa instrumenteve, si Banka e Zhvillimit, duhet që gjithë bashkohen te ky element. Pra do kemi një Shiko, çfarëdo që ndodh, kushdo që fitoj, duket sikur edhe sektori privat të gjithë forcat politike kanë, në fakt edhe Partia Demokratike. Në fakt është miratuar një projekt. Po, është miratuar dhe ligji, është miratuar ligji për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, që është miratuar nga qeveria aktuale, por Partia Demokratike ka thënë që ne ishte ideja jonë dhe na është kopjuar, por nuk edhe lëvizja bashkë ka dhe gjithë forcat kanë në përgjithësi me përjashtim të ndoshta mundësisë që nuk jam i sigurt nëse e ka këtë, por gjithë të tjerët shikojnë një rol më aktiv të shtetit tani. Dhe roli më aktiv i shtetit, madje Partia Socialiste ka thënë që ne mund të hyjmë edhe në investime private, pra shteti mund të hyjë me equity. Hyrja me pjesëmarrje me ekuitet, si bashkëzhvillues. Kështu ka funksionuar Fondi Amerikan i Ndërmarrjeve. Fondi Amerikan i Ndërmarrjeve ishte një entitet financiar i krijuar nga qeveria e Shtetit të Bashkuar, nga ish presidenti Clinton atko, dhe që ata futeshin në sipërmarrjet private me ekuitet, pra me pjesëmarrje. Domethënë, blen 30% sipërmarrjes apo 40% sipërmarrjes që e financon në kesh, partneri tjetër shqiptar vendos ato kontributet e tij në asete fizike, ndoshta etj, zhvillohet biznesi, bëhet biznesi fitimprurës dhe mbas një periudhe, le të them 7 vjetësh, 10 vjetësh, shitet pjesëmarrja, kthehet dhe $30 milion që vuri qeveria amerikane u shndërruan brenda 20 vitesh, u shndërruan në $500 milion. Pra një investim, pra që tregon një model se si shteti zhvillimor mund të marrë pjesë edhe në sektorin privat. Dhe unë kam dëgjuar këtë ide të artikuluar nga liderat nga shtetarët tanë, por edhe nga kandidatët për të bërë shtetar, pra nga gjithë leadershipi politik, idenë e një roli zhvillues më aktiv shtetit, qoftë nëpërmjet Bankës Shqiptare të Zhvillimit, qoftë nëpërmjet instrumenteve të tjera të reja të cilat pritet të zhvillohen në vazhdimsi. Por unë mendoj që është konteksti sot realisht që ka ardhur koha vërtet që edhe shteti duhet luajë një rol, sepse unë e thash edhe një herë, dështimet e tregut kanë qenë serioze, ashtu sikurse edhe dështimet e shtetit kanë qenë serioze. Tani duhet ka nevojë për një lloj korrektimi si të njërës dhe të tjetrës, dhe ky lloj korrektimi mund vi përmes mekanizmave, siç mund të jenë instrumentet financiare, të cilat kanë një tjetër filozofi, sepse do të punojnë mbi bazën e logjikës së tregut, dhe përpasoj do të jenë instrumente që duke përfituar nga
mbështetja shtetërore dhe me disiplinën që imponojnë institucionet financiare të kësaj natyre, mund të korrektohet ky lloj ekuilibri, do thoja, i keq që ka ekzistuar deri tani midis këtyre dy agjentëve kryesor të zhvillimit. Dhe dy këto element, pra po themi, arrin do të prodhojnë në një Shqipëri të nesër me një rritje shpejt të GDP-s Shqipërisë nga 25 miliard në 35 miliard? Shiko, unë kam parë këtë premtim që është tek premtimi i Partisë Socialiste, në programin e Partisë Socialiste, që pritet që në fund të këtij mandati të katërt kemi një prodhim kombëtar 35 miliard dhe po ta faktorizosh ose po ta bësh një llogari thjesht, i bie që Shqipëria duhet të ketë një rritje të GDP-s çdo vit nominale mbi 8%. Ndërkohë parashikimi janë për pra, në qoftë se inflacionin presupozojmë që do të jetë 2.5%, i bie që rritja ekonomike do të jetë gati 6%. Ndërkohë që rritja potenciale e jon është jo më shumë se 4%. Pra, sipas edhe modeleve që ka bërë Fondi Monetar Ndërkombëtar, se ka disa modele se si llogaritet ajo outputi, pra rritja potenciale ekonomike, edhe modele që kanë Banka e Shqipërisë, ka që projektojnë, si thua, modelin. Kështu që në këtë kuptim, pra nuk besoj se duhet të ketë një boom që të duhet që të kemi një rritje mbi 6.5% në terma real, ose një rritje me gati 8.5% apo 9% në terma nominal. Këtë vetëm Kina mund ta kishte këtë. Rritja e çmimit pronave, për shembull, nëse Andrasimi bëj, mund të jap një Po shiko, kjo nuk është se... Apo pa mjaftueshëm për... Kjo, shiko, rritja ekonomike nuk vjen, kjo është një rritje fiktive, sepse rritja ekonomike ka, kur flasim për rritje ekonomike, ka dy burime. Një është rritja të prodhosh më shumë. Pra, është prodhosh më shumë celular, prodhosh më shumë rroba, kjo është në sasi fizike. Dhe tjetra është në vlerë. Tani, ti mund të arrisësh në vlerë, po në qoftë se ke rritë sasi fizike, de facto është... Pra, kur flasim për rritje reale, për rritje dhe faktorizojmë vlerën, e heqim me njëra vlerën dhe mbajmë vetëm çfarë duhet rritet në terma real. Dhe një rritje 7% ka rreth sa vite mund të ketë 15 vite që s'është parë në Shqipëri, apo? Rritja 7%, 8%? Rritje 7% e kemi parë vetëm në vitin 2007, në mos gaboj, ose 2008. Dhe pastaj filloi u konsolidua në 4 dhe... Ka qenë rreth 7.5%. Dhe pastaj rritja, po të shikojmë rritjen ekonomike e Shqipërisë në këto 30 vit, në dekadën e parë, Shqipëria ka patur një ritm rritjes të GDP-s, në total, jo për frym, me gati 10%, 11%. Në dekadën e dytë, kjo zbret në gati 5.7, 5.8%, pra dekada e dytë bie viti 2010, vitin 2010-2020, rritja ka rënë në gati 3%, edhe tani jemi përsëri tek nivelet të tilla 3.5, 4%. Pra, potenciali i rritjes ekonomike ka një rënje të dukshme, dhe ky është burimi i shqetësimit, dhe që fatkeqësisht nuk është se programet politike që ne shikojmë japin në një filozofi zgjidhje të besueshme, që të regojmë që vërtet që ka shpresa që vendi do ndryshoj. Të gjithë thonë do të mbështesim, le themi, inovacionin. Dhe dikush thotë do ta trefishoj, ta katërfishoj. Dakor, e trefishon, pa i dim se sa është sot mbështetja buxhetore në vitin aktual financiar është $3 milion. Ja dhe është trefishove, $9 milion. A bëhet një revolucion në inovacionin në Shqipëri duke shkuar nga 3 milion, 9 milion? Nuk ka sens. Pra, duket që edhe qasjet që japin forcat politike nuk janë në gjykimin tim aq revolucionar sa duhet jenë. Pra, ne duhet të mendojmë për një fokusim të plot tek inovacionin e ekonomi, dhe kur flasim për inovacionin, duhet shkojmë përtej atyre emrave fancy, teknologji artificiale, por duhet shkojmë tek qasje strukturore institucionale për mekanizma, politika dhe instrumenta se si vërtet mund ta shndërrojmë këtë ekonomi, do thoya në një farë kuptimi gjysmë primitive, po nisin sepse janë me teknologji shumë bazike, për ta zhvendosur dhe për ta çuar aty ku duhet jetë, jo ke teknologjia e inteligjencës artificiale, sepse aty edhe për ta aplikuar në një proces bujqësi apo diku tjetër. Po për shkuar diku ke teknologji të paktën tek teknologjitë e nivelit mesëm, ke një lloj automatizimi, tek një lloj robotizimi, proceseve të prodhimit, dhe ke një lloj diversifikimi strukturës industriale që ekonomia e Shqipërisë, manufaktura, të integrohet në atë zinxhirin global të prodhimit dhe të furnizimit. Ekonomia shqiptare në fakt është pranuar që ka një nivel të lartë euroizimi, por euroja tani duket sikur ka atë e vetmja pikë që na unifikon është e përdorojmë edhe si monedhë për të shmangur atë nga rresin lekë ri, lekë i vjetër, po nëse ne do të kalonim në një monedhë zyrtare Shqipërisë euro, e para do ishte e mundur, e dyta a do ta shëronte për te zgjidhjes problemit lekë ri, lekë i vjetër, a zgjidhni një problem tjetër apo? Shiko,
ka dy mënyra se si euro mund e para një në programet politike vetëm forca politike mundësia i ka thënë si ne kanë program që do shkojmë drejt adoptimit të euros. Euro ka dy qasje që mund të adoptohet në qofse. Njëra është qasja institucionale, që do të thotë duhet presësh të antarësosh në Bashkimin Evropian, pastaj plotësosh kriteret e konvergjencës, sipas traktatit Maastrichtit dhe kështu me radhë. Pra ky do të jetë një proces shumë afatgjat. Ka dhe një qasje tjetër që mund të jetë adoptimi një anshëm, siç e ka bërë Kosova, siç e kanë bërë shumë vende që përdorin monedat e vendeve tjera. Panamaja nuk është shtet i Shtetet Bashkuara, përdor dollarin, pra nuk është e thënë një vend mund të zgjedh vullnetarisht të përdor një monedhë tjetër. Kështu që në këtë sens pra ka të dyja qasjet janë të mundshme. Në kontekstin e Shqipërisë, personalisht unë që kur ka dalë euro kam qenë i mendimit që Shqipëria duhet të adoptonte euro, sepse këtu ka shumë pro dhe kundër. Unë hyj tek ato suverenitetit të politikës monetare është një nga shiko, ne jemi ekonomi e ndjeshme ndaj pa diskutim, humbja e pavarësisë politikës monetare bën sens kur politika monetare është eficiente. Pra, duhet kesh një politikë monetare shumë eficiente që kur e humbet prodhon një kosto. Nëse politika monetare nuk është aq eficiente, atëherë nuk është se ke humbur në një gjë. E pare, dhe si garantohet eficienca e politikës. Sa përfiton sa humbasën. Eksakt. Pra, ka një doktrinë të tillë, por personalisht unë hyj tek ata që besoj më fort tek fakti që adoptimi i një monedhe europiane jo vetëm thjesht që të jep një lloj imazhit një vendi europian, por është një problem më pak. Për shembull, në rastin konkret për eksportuesit. Shqipëria de facto nuk do të kishte tregtit jashtme, Shqipëria do të kishte vetëm tregtit brendshme. Ndoshta vetëm 30% e tregtisë jashtme do të ishte tregtia e jashtme, pra që faturohet në dollar amerikan, kryesisht tregtia e karburanteve apo e një numri shumë të kufizuar produktesh, gjithë pjesa tjetër e aktivitetit tregtar do të ishte në euro. Kështu që Shqipëria do të kishte thjesht tregtit brendshme. E para e dyta nuk do të kishin probleme as me inflacionin, ose më mirë themi, inflacioni do të ishte pak a shumë i konverguar me vendet e eurozonës, pra nuk është se Shqipëria do të kishte probleme serioze. Nga ana tjetër, ata që janë kundërshtar thonë që ja shifet se s'ndodhi në Greqi, kriza greke, Greqia po të kishte dhramin, nuk do të kishte kaluar në aq krizë. Tani, ky është një iluzion monetar, sepse Greqia, nëse do të kishte dhramin, instrumenti ose mënyra se si punon kursi i këmbimit në këtë rast është që zhvlerëson monedhën në mënyrë që t'ja hedhish konsumatorit, por duke zhvlerësuar monedhën, në fakti nuk e bërë gjë tjetër veç se e ke reduktuar të ardhur në reale qytetarit një lloj në terma real. Pra, kur s'ke monedhën, ti do të ulësh pensionin apo rrogën, siç ndodhi atje. E reduktoi pagën dhe nga 100 euro fjala vjen e bëri 70 euro. Dhe e reduktoi ta me 30%. Dhe kjo pa diskutim që ngjalli atë që e krijoi, sepse kur e prek pagën në terma nominal, njerëzit janë shumë sensitiv. Po kur ja prek me inflacion, njerëzit nuk janë sensitiv, sepse po ti rrisësh inflacionin me 30%, është e njëjta gjë si ti ku e shkurtu pagën me 30%. Se në fund nuk ka rëndësi sa para mban në xhep, rëndësi ka sa mbush shportën me ato para. Dhe shportën do ta mbush në një lloj si me 70 euro, si me 100 dirhami. Kështu që në këtë kuptim pra është vetëm thjesht iluzion monetar. Por për tek kësaj qasje, unë them që pasja një monedhe tuaj duhet shërbes si instrument për të disiplinuar qeveritë. Pra pse duhet llogarisësh po sikur të hym në krizë borxhe, se vetëm në rastin e një krize borxhe publik ky është një problem. Sepse ti nuk ke mundësi pra të shlyesh borxhin publik sepse nuk e meton dot parën tënde. Ndërsa për çështjet e tjera nuk ka lidhje fare. Çështjet e tjera janë një lloj si me monedhën tënde, si me monedhën e Bashkimit Evropian. Kështu që kjo mund të shërbejë pra si një instrument për të disiplinuar qeveritë, që qeveritë kenë borxhe të ulta dhe të mos kenë. Kjo është arsyeja që pse pakti stabilitetit dhe i rritjes ka disa kufizime shumë të forta, deficiti fiskal, borxhi publik 60% e kështu me radhë, në mënyrë që qeveritë disiplinohen. Përndryshe pastaj është normale që kjo do të prodhonte katastrofa financiare dhe në eurozonë dhe jo vetëm në fakti që ne kemi një ekonomi që përdor kaq masivisht euron, po themi do bënë një tranzicion të vështirë për Shqipërinë apo do ishte thjesht një proces nëse do adoptojmë euro. Është krejt i natyrshëm. Në Shqipëri, Shqipëria i ka ku do të shkosh, e bën pazarin me euro këtu në Shqipëri edhe në kafene, edhe në kafene. Po thuaj zyrtare. Me përjashtim po qarkullon një lloj si monedha zyrtare. Tani kanë edhe barazimin edhe shmëletën në llogaritje. Tani është kollaj edhe për transparencë, po sepse 100 lekë një euro, kështu që është fare kollaj. Kështu që në këtë kuptim pra nuk do të ishte një proces as pak i komplikuar, i vështirë. Euro fizikisht qarkullon shumë në Shqipëri. Kështu që unë mendoj që do të ishte një zgjidhje shumë interesante, për mendimin tim
ka qenë një nga gjërat që duhet ishte marrë më me seriozitet. Pak më herët. Pak më herët, sepse tani jemi në paradhomën e Bashkimit Evropian dhe tani nuk realizohet. Më natyrshëm tani. Tani duhet të visi një proces, si pjesë e një procesi të negociuar, sepse të qenit antar i Eurozonës të sjellë të bën antar të Bankës Qendrore Europiane, ndërsa pra merr përfitimet e të qenit ndahet sinjorazhi etj, pra ke përfitime të tjera, je një shtet antar themelues i Bankës Qendrore Europiane, ndërsa ta adoptosh në mënyrë të njëanshme, thjesht përdor monedën, por nuk ke asnjë. Mund ta bie pak ndesh me rrugtimin që po bëjmë apo me ato konventat që ne kemi nënshkruar. Kjo është arsye që them që tani nuk bëhet më ajo. Tani ka marrë fund. Kjo është varianti i djegur tani, sepse Shqipëria ngjetet një diskutim interesant për. Shiko, tani diskutimi interesant është edhe për arsyet e thjeshta, sepse implikimet që kemi sot nga kursi i këmbimit janë mjaft mëdha për qenë sinqert. E para dhe e dyta, qëndrimet që ka Banka Qendrore në raport me euron, për mendimin tim janë shumë të dyzuara. Banka ka prej kohësh që thotë që do të de-euroizohemi, ka marrë një paket me shumë masa kufizuese, sidomos për sistemin bankar financiar për të kufizuar në aktivitetin kreditues, po cili ka qenë rezultati final. Euro vazhdon të mbetet po kaq e rëndësishme, depozitat po kaq biles janë rritur depozitat në sistem në euro, kredia është reduktuar pak, po kjo nuk është faktor pozitiv, sepse në fakt eurot janë investuar jashtë vendit për shkak të kufizimeve që ka ndërmjetësimi i euros dhe kostove shumë të larta që ka ndërmjetësimi i euros në ekonominë e brendshme, atëherë bankat kanë gjetur mundësinë tjetër i kanalizojnë dhe investojnë në tregjet e huaja financiare. Po themi motivim për dhënë në lek kredit më shumë, për shkak se të ardhurat njerëzit kanë lekë dhe mos pasur këto luhatjet në diskutim më fort. Pa diskutim, do të thonë aktualisht, do të thonë ajo që e vetmja gjë që ka ndodhur siç thash është një rritje e interesit për kredin drejt lekut, por siç e thash edhe një herë, fakti që kjo mund vinte natyrshëm edhe pa rritur masat represive ndaj sistemit bankar, pra duke bërë më të kushtueshme për bankat që të ndërmjetësojnë depozitat e tyre në euro, ti kanalizojnë në ekonominë e brendshme po në euro. Sepse ajo që ka ndodhur për shkak të këtij shpërsimi, ose ndoshta edhe jo, por edhe ky mund të jetë një nga arsyet, është që këto depozita në euro në sistemin ton bankar po investohen jashtë dhe jo brenda. Kështu që tu nuk është se ekonomia jonë ka përfituar, apo ka një, edhe mund të quhet një rezultat pozitiv i paketës deeuroizimit. Për më tepër që në tregun e brendshëm, sjellja e njerëzve është një lloj, të gjithë qytetarët përdorin përsëri euron, edhe pazari bëhet edhe nuk do kenë më nga 300 lekë vjetër. Nuk do kenë atë lekë vjetër nga 3 akoma. Profesor, një propozim tjetër që është hasur në interesant, ka shumë propozime, është ai për krijimin e një fondi sovran, ne kemi biseduar më përpara bashkë për krijimin e një fondi sovran. Duket që po rikthehet, po çarkullon mbase janë dy subjekte politike, më duket që e kam lexuar, po. Çfarë vlere mund të kishte një fond sovran dhe për çfarë mund të shërbente në një vend si Shqipëria? Shiko, ajo që kam parë ose artikulimi që kam bërë në mos gaboj Lëvizja Bashkë është një dhe Shqipëria bëhet, po. E kam parë që e kanë këtë idenë që gjysma e të ardhurave që krijohen nga burimet natyrore të kalojnë te ky fondi sovran, edhe këto të ardhura pastaj të mund të përdoren për kopshte, çerdhe e kështu me radhë. Tani e para njërë, sa janë të ardhura që ne marrim nga rentat minerare? Është një shumë qesharake. Pra, nuk bëhet fjalë për sepse këto fonde sovrane, Wealth Sovereign Funds si e kanë, ndërtojnë në vende që kanë bollëk burimesh edhe kur ka një bum të madh. Pra, fjala vjen një super zbulim, po themi. Një super zbulim. Për shembull kur Hollanda zbuloi naftën dhe gazin atëherë në mesin e viteve 70, edhe prodhon një të ardhur të jashtëzakonshme, apo kur vendet e arabe zbuluan Eurekën, pra me naftën dhe gazin e tjerë dhe krijuan një teprisë të jashtëzakonshme paraje. Rusia, kur çmimi i naftës dhe i gazit u rrit në mënyrë të jashtëzakonshme, pra që krijojnë këto janë fitime ekstra që krijohen për shkak situatave të jashtëzakonshme, të cilat prodhojnë dhe destabilitet financiar brenda në tregun e brendshëm monetar. Kështu që edhe për të mbajtur nën kontroll efektet negative në tregun e brendshëm, këto vende krijojnë këto fondet sovrane, dhe këto fondet sovrane përdoren për të investuar këto para jashtë vendit, jo në vendin e tyre. Pra arabët, hollandezët, Rusia, gjithë këto fonde i përdoren për të investuar në tregjet financiare ndërkombëtare në mënyrë që të mos shkaktojnë shqetësime në ofertën e brendshme monetare, sepse shkatron kursin e brendshëm të këmbimit. Dhe këto para pastaj mund të përdoren gradualisht
për qëllime të caktuara, dikush i përdor për fondet e pensioneve, sidomos vende që kanë probleme demografike, dikush i përdor për vendet arabe, për shembull, përdoren për ndryshuar komplet strukturën ekonomike të tyre. Me këto fonde ata e reindustrializuan botën arabe dhe sot pjesa më e madhe e vendeve të botës arabe nuk janë më vende që jetojnë thjesht me naftën, që 80% të buxhetit dikur i merren nga nafta, por tani kanë high-tech-un, tani kanë turizmin. Pra, i kanë përdorur këto fonde për qëllime të zhvillimit strategjik. Shqipëria mendoj që është një vend shumë modest, fatkeqësisht pjesa më e madhe e burimit natyror tani janë me kontrata afatgjata, dhe të ardhurat që në mos gaboj nuk shkojnë më shumë sa $30 milion apo 30 milion euro, pak a shumë. Kështu që nuk është një shumë, po ajo që bën sens është që komunitetet lokale përfitojnë më shumë. Kjo bën më shumë sens. Edhe kjo gjithashtu është një nisëm se unë e kam parë dhe mendoj që këtu duhet ta kenë gjithë forcat politike, sepse kuptimi i burimeve është që ato komunitete ku ndodhen këto burime të përfitojnë diçka nga ato burime dhe të mos mbillet mjerim, se fatkeqësisht atë vendet ku ka burime është, si thua, ajo curse, është një lloj mallkimi, sepse prodhon mallkimi nën tokës. Mallkimi nën tokës, sepse po të shikosh qytetet e minatorëve të famshme, janë krejt të varfra, janë të degraduar nga ana mjedisore, nga ana sociale. Kështu që edhe i njëjta logjik vazhdon si sistemin e kaluar komunist, ashtu edhe në vitet e demokracisë. Pra, këto territore kanë nevojë për t'ia ndryshuar pak fytyrën. Kështu që në këtë kuptim, pra, bën sens që komunitetet lokale t'jenë pak sa shareholder, t'jenë disi aksionerë në një farë kuptimi, që nga jo renta që merret të përfitojnë dhe këto komunitete. Një pyetje fundit, profesor, po është pak më soft si pyetje. Nëse ju do të ishte ministri i financave, do merrit një program për ta zbatuar, do merrit një program dhe disa nga idetë do t'i adaptonit në program? Shiko, unë them që edhe këto forcat e reja politike kanë ide mjaft interesante, përfshirë edhe disa nga këto që ne diskutuam këtu sot së bashku. Kështu që është shumë e mundshme dhe megjithëse që në qeverisjen e ardhshme do të ishte një gjë e bukur që të kishim ndoshta një qeveri dhe me koalicione me forcat vogla politike, me këto forcat e reja politike, në mënyrë që të kishim një menu shumë të pasur. Unë mendoj që ka elemente jashtëzakonisht interesant, vërtet shumë ide interesante, jo vetëm thjesht në kuptimin ide makro, por edhe ide, do të thoya, në kuptim të qeverisës, pra në kuptim reforma për të reformuar administratën, për të reformuar sistemin ton ekonomik, mënyrën se si veprojnë institucionet, dhe në këtë kuptim pra ka kaq shumë ide interesante, sa që mendoj që qeveria e ardhshme do të ishte një gjë shumë të kollajt për të hartuar një program të mirë qeverisës. Thjesht do të ishte e rëndësishme që vullneti politik i forcës politike që do të dalë fitimtare nga këto zgjedhje të jetë i tillë që realisht të përpiqet të ndryshojë dhe të transformojë shoqërinë tonë. Ne jemi një vend që vazhdojmë për te progresi që kemi patur, vazhdojmë që të mbetemi përsëri në periferinë e zhvillimit ekonomik, shumë larg Bashkimit Evropian dhe me një gap dhe me goxha të konsiderueshëm, do të thoja, dhe me vendet e rajonit. Sidomos kur bëhet fjalë për kategori të caktuara sociale, nuk e flas për miliarder, se ne kemi më shumë se Ballkani, po kemi më shumë të varfër se Ballkani, kemi më shumë pensione shumë më të ulta se Ballkani, pra ka një mori dimensionesh që ne duhet ta transformojmë realisht agendën sociale dhe të zhvillimit ekonomik shoqërisë tonë. Profesor, biseda me ju është gjithmonë kënaqësi dhe gjithnjë e vlefshme. Faleminderit. Shikues të televizionit Skan, pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën e dytë.